emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, mi mbrëma të nderuar shikues, kudo që po na ndiqni. Kosova, sikur shumë vende tjera, patjetër që janë të ekspozuar ndaj këtij rendri gjeopolitik që po përballet me një situatë pa parë të shqetësime në linjën e mesme, sulmet e panërprera ndërmjet Izraelit dhe Iranit e kanë bërë botën më të alarmuar drejt një situate se ka po shpihen gjithë realiteti sot global për te zhvillimeve në Ukrainë. Sonte kam teftuar një prej personalitetet që ka një karrierë ose që vjen nga një karrierë ushtarake, një personalitet që ka kaluar gjitha fazat nga UÇK, TMK, FSK e kështu me radhë dhe faza tjera që kanë të bëjnë me eksperiencën, kompetencën e tij për vlerësuar këtë rend gjeopolitik pikpamje të sigurisë kryesisht, e do të fokusohemi edhe te Kosova se çfarë po bën pikpamje me aleatet aktualisht. Prezantoj zotëri Isen Gecaj. Faleminderit Gecaj për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Si është Kosova në raport me neve na intereson me Serbinë për sa kohë që ndëgjojmë shtënat, armët, raketat, luftat atje në linjën mesme? Përballemi me kërcënim lufte nga Serbia direkt? Përballjet me luftra janë permanente të përhershme kudo në botë, por ka momente kur një region i caktuar ose popull i caktuar ose kombe ose shtete të caktuara kanë situata kur janë ma drejt për drejt konfliktuar mes vete dhe ka mundësi dhe ka potencial për të ardhur deri te një shkëndije e cila më pastaj i ndez këto luftra. Por për momentin, megjithëse ne kemi përfunduar një luftë një herë me Serbinë, përfundimisht nuk e kemi përmbyll këtë problem me Serbinë dhe jemi në një situatë të tillë ku ky potencial ende ekziston, por nuk ka shuar, por mund të them që është duke u menaxhuar shumë mirë nga faktori ndërkombëtar, në radhë të parë nga NATO-ja, e cila është prezente këtu, po edhe nga institucionet e Kosovës, të cilat duhet bashkëpunojnë ngushtë me faktorin ndërkombëtar, sepse dihet shumë mirë që në kuptimin e mbrojtjes dhe sigurisë në aspektin gjeostrategjik, sistemet e vogla të mbrojtjes të shteteve të vogla siç jemi ne, nuk janë efikase dhe nuk janë funksionale për shkak se bota ka pësuar një ndryshim të madh rrënjësor ku teknologjia, teknika kanë ecë shumë përpara. Kjo pastaj ka imponuar edhe aspektet strategjike të planifikimeve të fuqive të mëdha, të cilat shpesh herë neve të vegjëlve na shohin dikon atje në kuadër, mirë po me neve merren her pas here, varësisht prej zhvillimeve që ndodhin në rajon, apo zhvillimeve që ata i kanë mes vete. Dhe sigurisht që nga marrimi i luftës në Kosovë, Rusia mundohet me majt Ballkanin në tension, për shkak se dihet shumë mirë që interesat evropiane dhe ruse dhe amerikane dhe ruse nuk janë në të njëjtin linjë. Prandaj Rusia vazhdimisht përkundër faktit që është në luftë me Ukraina atje, nuk e lëshon edhe këtë region që të qetësohet dhe paqësohet, por gjithmonë e marr në ndrysni. Kurse është pala tjetër, Evropa, e cila në aspektin gjeografik, por edhe politik, edhe gjeostrategjik, Ballkanin e ka në brenda trupit vet. Dhe insiston që kjo njollë e zezë që është në Evropë pra Ballkani, tani për tani në kuptimin e mbrojtjes së sigurisë të përmbyllet një herë për gjithmonë, në mënyrë që arkitektura e mbrojtjes evropiane ta merr një drejtim të vetin. Për shkak se deri me këto vitet e fundit, po edhe sot ajo vetdije nuk ka arrit shumë në nivel shumë të lartë, ndonse ka përparu dukshëm, është menduar që mjafton vetëm NATO-ja dhe SBA-ja ta kryejnë punën e vet si duhet dhe çdo gjë në Evropë do të jetë në rregull. Por kohëve të fundit është pa që Evropa në fakt
do të ketë një strukturim ma serioz në kuptimin e mbrojtjes së sigurisë, një investim ma serioz, ma të theksuar. Nuk është që Evropa nuk ka kapacitete edhe njerëzore edhe financiare dhe mund ta bëjë këtë, por ajo neglizhenca e prej luftës dytë botërore tutje, sidomos pas themelimit të NATO-s, disi e padvu Evropën gjumë në raport me fuqi tjera, e në veçanti kur u fitu lufta e ftoftë në raport me Rusin, atëherë u mendu që ma nuk do të ketë problemet këtij karakteri çfarë kemi sot, por ja që çdo gjë evoloj, çdo gjë ndryshoi shumë shpejt. Disa shtete të cilat dikur kishin një farë zhvillimi mesatar, tani kanë marrë një zhvillim të hovshëm ekonomik, politik dhe ushtarak, dhe është ardhur deri te një moment që thjesht edhe shtetet e vogla si Kosova, si shtetet tjera në region, ta mendojnë vetën e vetë në kuadër të kësaj arkitekture ku do t'jenë. A do t'jenë, siç ka menduar dikush, totalisht pavarur, e gjë që nuk bëhet fare, nuk ekziston kjo askund, sepse këtë nuk po mund ta bëjnë as shtetet shumë fish më të mëdha se sa shtetet e Ballkanit. Kur flas për këtë dhe mendoj për këtë, e kam fjalën sidomos për Serbinë, e cila mundohet me lujt rolin në ulse ka Rusia, tjetrën ka Perëndimi, por kjo nuk funksionon më. Bazohen pak edhe në doktrinën e Titos të asaj kohe, kur ai e balansonte qëndresën dhe ekzistencën e Jugosllavisë mbi këtë parim, mirë po ma nuk qëndrojnë ato parime, sepse bota ka ndryshuar tërësisht, trysnit janë shumë më të mëdha dhe më të fuqishme, lëvizjet janë tepër më të shpejta dhe komunikimet, qofshin ato në kuptimin fizik ose edhe në kuptimin e propagandës dhe informacionit, ka ndryshuar totalisht, kështu që edhe popujt si ne duhet i përshtatemi këtyre rrethonave. Kjo ka qenë një element që në fakt politikanët tonë, sidomos nuk e kanë kuptuar me kohë dhe se kanë apliku këtë tezë që të fillojnë dhe të mendojnë pak më mirë me u përshtat me rrethona të reja, por disi janë koncentruar më shumë te problemet e veta të mençme, bilet deri në nivel grupor, partijak, se sa në nivel shtetënor, të i mendu që mjafton që ne po e bëjmë këtë pjesë punës edhe pjesa tjetër kryet vetë. Sigurisht që do të kryen shumë çka, sepse edhe po duam ne të ndezim një luftë sot në Kosovë, nuk kemi kapacitetet mjaftueshme as ne si Kosovë, as Serbia, as të dyja palët bashk, për shkak se këtë kapacitet do ta kishim sikur mos ishin tjerët, por derisa ka interesa edhe të tjerëve këtu, ky kapacitet zvoglohet dhe bjen, nuk merret parasysh, por pse ka një kujdes të shtumë edhe shqetësim të shtumë vazhdimisht prej Perëndimit për Ballkanin dhe Kosovën veçanti, është fakti që megjithatë krizat këtilla do të monitorohen, do të mbahen mbikëqyrje, sepse është më mirë me e parandalu se sa me e shu një vatër krize më pastaj, e cila kërkon resurse larg më të mëdha dhe më të fuqishme. Gecaj, bota sot është kthyer në një çështje sigurie. Lufta pa provokuar e Rusisë kundër Ukrainës. Sot zhvillimet dramatike, tepër dramatike në linjën e mesme e tjera, kanë kthyer botën krejt në shtratin e diskutimit për çështjet të sigurisë. Në këtë kontekst, po them, a mund të shfrytëzohet Serbia edhe nga ana e Rusisë, si proksi i Rusisë, për të shkaktuar një valë trazgjirash, tensionesh në rajon për ta neutralizuar, defokusuar rolin e komunitetit përrimos dhe mos në Ukrainën në linjat mesme. Për ta parë Kosovën si vatër të mundshme të nisë së një çfarë më thon shkëndije trazgjira,
të një beteje që mund të ndodhe kështu me radhë. Po ndërlidh në aty ku e lash, se pak a shumë në një farë mënyre e thash atë çka duhet, po e sqarojmë edhe pak më në detaje. E thash që këtu ekziston krizë, ekziston një vatër dhe nuk ekziston pa arsye. Kjo i duhet dikujt dhe në rend parë i duhet Rusisë. Një krizë e tillë, një vatër krize, një rrezik i tillë nuk i duhet Evropës, as shërbes në Evropë, po i duhet Rusisë. Dhe a është real ky rrezik që mund të përdorin këto situata në raport me kjo plan që bazë mund të jetë sekret i tyre se kanë qëllim destabilizimin e rajonit. Planet ekzistojnë. Ato plane asnjëherë nuk eliminohen ose nuk pushojnë se ekzisturi. Mirë po vetëm pritet një moment i përshtatshëm dhe cili mund të jetë momenti i përshtatshëm. Kështu si jemi tani në këtë moment në Kosovë dhe në Ballkan, gjasat janë më të vogla. Për shkak se ka një mbikëqyrje të madhe ndërkombëtare në Kosovë, pra është ai parandalimi që e përmenda unë më herët dhe vigjilenca e perëndimit që këtu mos ndodh diçka. Por në vazhdimsi për kundër kësaj vigjilence është pala tjetër, ai ruse, po edhe kineze, e cila ka interes me ngrit apo me zgjuni një vatër tjetër krize këtu në Ballkan, në mënyrë që me u tërheq vëmendja edhe pe krizës në Ukrainë, po edhe pe Iranit atje dhe Izraelit dhe pe shumë kriza tjera edhe qoftë edhe Koreve, dy Koreve të cilat kanë po ashtu probleme të mëdha edhe tani ato i përshtaten këtyre rrethonave të reja gjeostrategjike dhe të sigurisë, si edhe Kina e cila ka problemin me Tajvanin. Dhe në këtë moment kur vjen deri te një situatë e tillë, secili mundohet me shfrytzu momentin e vet për me përfitu diçka më shumë në favorin e saj. Por zhvillimet siç po i shohim në Iran atje, në luftën mes Izraelit dhe Iranit, duket qartë që Izraeli ndonë se dihet ajo botërisht që ushtria izraelite është shumë e organizuar mirë, por duhet ta kuptojmë një gjë. Ushtrit sado që janë të organizuar mirë, sado që janë të pajisura mirë dhe sado që janë të fuqishme dhe të motivuar, në moment i gabum politik i shkatërron. Doktrinën atje po. E shkatron doktrinën dhe humb lufta. Për shkak se ajo që e shohim në arenën luftimeve atje është ekzekutim i diçkaje, i një plani politik i zbërthym pastaj në atë pjesën ushtarake dhe ky zbërthim më pastaj me gabimet eventuale të politikës mund të shkaktoj edhe një debakël. Por duket qartë që deri me tani Izraeli është përgatit jashtëzakonisht mirë për një luftë të tillë, ndonë se dihet qartë që kapacitetet e saja edhe njerëzore, edhe gjeografike, edhe të tjera nuk janë shumë përputhje me ato të Iranit, që është një shtet i madh dhe i fuqishëm, dhe është e rrethuar me armiq kudo. Por përgatitjet e mira që i kanë bërë një mbështetje që e merr prej miqve të saj ndërkombëtar, pra kjo është një shembull që duhet edhe neve me na shërby që me kuptu që pa miq nuk bëhet asgjë. Atëherë i jep një fuqi të veçantë Izraelit me një planifikim të duhur ushtarak i cili është i dukshëm të rënë, sepse është e qartë spaku për ushtarak është e qartë, për civilt edhe mund të mos jetë shumë i qartë si e tek, por për ushtarakt dhe njerëz që merren me këto çështje është i qartë që është bën një planifikim i mirë ku spari është para pa. Po ju në analizën se si keni parë si po ishin luftën Izrael-Iran? Po sigurisht. Është fillimisht me analizën e terrenit në Iran atje pas vendime politike. Po ka momentin e revolucionit islamik në 1979, Irani kishte shpallur, si më thënë, doktrinën e besimit në islam, e kishte justifikuar atë me gjitha të urrëtie kundër gjithë atyre që nuk besojnë në islam, si janë të si më thënë jashtë parimeve e tij, i kishte shpallur armiq. Po i kishte shpallur armiq dhe gjithë ata që nuk po besonin, nuk ishin në shtratin e vjestik, kishte shpallur armiq të islamit dhe
Kjo mbase çaj edhe në si më thonë në Ky ka qenë sinjali i parë në lëzimin e trimërisë tyre që të shkojnë në drejt prodhimit të armëve i për të parë marrë. i qartë për Izraelin që duhet të ketë kujdes dhe duhet përgatitet. Kjo ka qenë pra sinjali i parë. Se më njëherë i ka tregu edhe Izraelit edhe shumë kuq që unë jam armiqësisht i orientuar ka ju nëse ju nuk mendoni si unë. Dhe ajo doktrinë, ma pastaj, doktrinat fetare si doktrinën vetvete, nuk e kanë për qëllim në fakt përhapjen e doktrinave fetare si tilla për ta përhap fen në thelb. Ato e përhapin fen, po e përhapin për një qëllim tjetër, krejt, për një synim krejt tjetër. Por doktrinat fetare është ma lehtë me i shfrytëzue qoftë nga ana e aspektit politik, qoftë nga ana e motivimit për një luftë, sepse ajo është diçka shpirtërore dhe ti kur njeriu e kufizon me një doktrinë të tillë, e ke ma lehtë me motivu. Tani nuk është rëndësi ti apo e motivon këtë doktrinë për me bë luftën vërtet me përhap fen, apo po e bën për me hap ndikimin tënë gjeostrategjik dhe ekonomik në një hapësinë caktuar. Këtë dikur që po vjen të taluan te Irani, nuk e di se sa të mund qëndroj Khomeini pushteti i tyre në fuqi atje, nëse mund të rrezohet nga brenda apo çfarë do ndodh, ende ka pikpyetje të mëdha Gecaj, por një gjë dihet që për një kohë gjatë Bashkimi i Republikave Socialiste Federative Sovjetike ishte antitezë e alternativës perëndimore, demokracisë. Dikur Irani u shndru me doktrinën e tyre, u shndru në antitezë të perëndimit. Duke i shpallar me gjithë ata që nuk mendojnë si kjo është shndru në kërcënim real, me gjas erdhin të një pikë situata ku komuniteti perëndimor, sidomos Shëbat dhe Izraeli nuk toleruan më këtë situatë për të kërcënuar gjithë stabilitetin në Lindën e Mesme nga një pushtet që është jashtë kontrollit, që është në kontrollin në menaxhimin e rusëve kinezëve ta zonë. Se ekzistojnë doktrinat, ajo nuk diskutohet, doktrinat janë aty për t'i shërby dikujt për diçka. Mirë po në fillim, kur e hapëm bisedën e përmenëm dhe thamë që bota ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar edhe doktrinat, po disa doktrina janë më të ngurta, është sikur kjo e Iranit ta zonë ose edhe... Nuk është fetare apo jo fetare e Iranit tash me Izrael? Është doktrinë fetare, por në thelb ajo doktrinë fetare përdoret për synime tjera, për qëllime tjera, jo në thelb për vetë fen. Por kjo pushteti e përdor si mjet, fen e përdor si mjet. E kam një synim tjetër, një qëllim tjetër. Ligjit islam, shariat e vendos atë nga revolucionet islamike. Dhe ata e kanë kuptuar që përmes kësaj doktrine mund t'i shërbejnë vendit vet më me efikasitet, sepse po ta kishin zgjedhur një doktrinë tjetër, bashkëkohore, perëndimore, ndoshta s'kish me ju funksionu. Antiteze demokracisë perëndimore, po. S'kish me ju funksionu, por ata e kanë kuptuar çka funksionon. Edhe në habitatin e tyre, po? Në habitatin e tyre. Edhe e përdorin si mjet për realizimin e qëllimeve tjera. Për kush sot? Ku jemi sot tu përballë me këtë doktrinë? Sot a shihni që po përmbysa, shihni që perëndimi, sidomos Shëbat dhe Izraeli do ta tolerojë një Iran që vën në kërcënim në sens jo vetëm Izraelin, por vën në kërcënim gjithë botën arabe atje. Nuk do të tolerohet kjo, sigurisht që nuk do të tolerohet. Unë më herët isha... Po flasim për një që ka traditë mira veçare në civilizim, një popull, megjithatë që vendosi ti në nshtroi ajetullahve në revolucionin islamik. Po, por në histori e dim shumë mirë që popujt her pas her ngritën edhe binë, ndrojnë doktrina, shkojnë prag të vdekjes, ringjallën prap. Këto janë të njoftuna. Ky proces po ndodh edhe tani në botë. Kudo? Po ndodh edhe në Iran. Dhe kjo nuk është për me na befasu kur gjë, por ajo çka është më rëndësi është ta kuptojmë që perëndimi nuk mund ta tolerojë një diçka të tillë të ndodh në Iran dhe në regionin ku është Izraeli, për shkak se në mënyrë indirekte po kërcënohet edhe perëndimi.
Dhe pikrisht për këtë arsye, sado që SBA-ja dhe Perëndimi e ka një farë qëndrimi neutral, megjithatë qëllimi i tyre, intenca e tyre është që Irani të zbutet sa më tepër dhe të ndryshojë atë doktrinë, e cila është kërcënim për botën, për shkak se për vlerat perëndimore, për demokracinë. Për atë që mund të mos mendoj njëjtë unë kur e them për botën, atëherë mendoj në vlera pozitive. Po. Sepse bota duhet të ketë vlera pozitive kudo që të jetë, edhe në perëndim, edhe në lindje, kudo që të jetë. Mirë po, meqense se këto vlera duket qartë që nuk janë demokratike dhe nuk janë vlera të cilat i ka përqafu bota e civilizuar me kohë, atëherë ato edhe luftohen edhe në këto forma. Si ti tjetër menaxhim një armë bërthamore që mund ta përdorë Irani, një regjimi të ajatullave i cili nuk je demokracinë, është i papërgjegjshëm, sulmon kërcënon me vite për ta shkatruar Izraelin, për ta hequr nga faqja e dhëut, kërcënon me vdekje gjithë perëndimin. Prandaj ka vite që bëhen biseda rreth çështjeve të aseteve bërthamore në mes perëndimit dhe Iranit. Ishin prag bisedimeve dhe tani. Por si duket Shansi ju dha nga presidenti Trump. Ju dha 60 ditë, ditën e 61. Ju dha shans, po ka edhe një element tjetër këtu, sepse ajo që dim në sipërfaqe nuk është gjithmonë e tëra. Ka edhe gjëra tjera që nuk dinë, po unë kam marrë deri te një konstatim në bazë të veprimit operativ dhe taktik që ka bërë Izraeli në Iran në këtë kohë. Dhe në kohën kur do duhej me ul me bisedu për këto çështje bërthamore me Iranin, në fakt ndodhi sulmi. Pse ndodhi sulmi? Sepse nga gjitha informatat që nxjerr nga Irani atje, nga shërbimet izraelite të sigurisë, del që në fakt çdo gjë aty zvarritet me një qëllim të caktuar dhe më në fund të mos arrihet një marrëveshje që Irani të heqë dorë prej kësaj. Prandaj edhe këta si perëndimor bashkë me Izraelin e menduan që ndoshta është më mirë me i paraprik kësaj dhe me i tregu që kjo nuk do të tolerohet dhe se do të ketë të lashe shumë më të mëdha. Pas deklaratës iranianëve për sulmet edhe të aeroplanbarësve dhe anijeve tjera në afërsi në region të SBA-s, presidenti amerikan ishte shumë i qartë dhe e tha, do ta keni një përgjigje që se keni përjetu kur njëherë deri më tani. Tani ajo luftë që po zhvillohet atje, kur shifen... Për cilin arsye po bëhet kjo luftë atje tani? Sipas jush si personalitet me përvojë ushtarake dhe që ju ka ra për të analizuar, parë, shikuar, vështruar gjitha, sa them, situatat globale. Në rand parë është eliminimi i personalitetet të tyre dhe qeverive tilla që janë autoritare, të cilat kanë vizione çfarë e ka Irani tash me këtë komponentën fetare, cila don patjetër me u përhap, jo siç e thash më herët, me qëllim primar për hapjen e fesë, po për hapjen e ndikimit vet, por feja përdoret si mekanizëm shumë efikas për ta, për habitatin e tyre, që të shtrihet ky ndikim dhe ky ndikim i njerëzve me një mendësi të tillë është kërcënim për botën, sepse asetet bërthamore të cilat ata i posedojnë dhe ai kombinim i një fanatizmi fetar me një fuqi të tillë është kërcënim për botën. Prandaj nuk duhen ta lejojnë që atje të ketë këso procese, këso zhvillime, të cilat ndoshta në një situatë tjetër, një rrethon tjetër, me një strukturë tjetër qeveritare, shtetënore të ndonjë shteti edhe do të mund tolerohej. Por kur dihet shumë mirë dhe është shumë e qartë që pushtetet autoritare me çdo kusht dojnë me realizuar synimet e veta, qëllimet e veta në dëm të tjerëve, atëherë tjerët patjetër se mobilizohen. Nuk kanë zgjidhje tjetër. Gecaj,
Qeveria e Kosovës doli me deklaratë publike, u rreshtua për krah alatëve në mënyrë ose tjetër bashkë me qeverinë e Shqipërisë, duke e afirmuar mbështetjen e tyre në kauzën për liri, për demokraci dhe për siguri, për një Iran që nuk kërcënon të tjerët vetëm se mendojnë ndryshe ose pse ekzistojnë aty siç është Izraeli. Si shihni realisht rolin që duhet ta mbajnë objektivisht shqiptarët? I keni parë besoj edhe komunim vend i lirë, njerëz kanë të drejtë të shprehen, dhe kjo është madhështia e demokracisë. Kanë drejtë të shprehen për kundër të, po ashtu koha që shqiptarët të bëjnë tifozllëk tazëm për njërin ose palën tjetër, si duhet të sillen? Me gjëra serioze nuk bëhet tifozllëk. Nuk bëhet tifozllëk. Këto duhet shikohen seriozisht. Dhe e shoh, keni ju shumë drejt që ndodhin këto gjëra, por këto ndodhin për shkak se si shtet i ri, si strukturë e re, në qoftë në sistemin e funksionimit të shtetit apo edhe formimit të popullatës, gjërat janë shumë të mjegulta dhe nuk kuptohen shumë qartë. Dhe kjo ndërlidhet me shumë faktorë tjerë të cilët kemi biseduar edhe herave të tjera të kaluara. Por pozicionimi i shtetit në raport me ngjarjet do të jetë i qartë, siç edhe e ka bërë edhe Kosova dhe Shqipëria. Tani, kur kthehemi te pjesa tjetër te emocionet e popullatës për arsye të ndryshme, por rezultati dikujt duhet jenë ato. Atëherë është diçka tjetër. Pse është diçka tjetër? Sepse edhe mua më vjen shumë keq për viktimat. Më vjen keq. Na I kemi përjetuar këtu në Kosovë me gra, me fëmijë, me ato vrasje, dhunime për dhunime, ekstradime. Cila është arsyeja që UÇK fitoi luftën edhe mbështetjen e perëndimit? Ta zënë pse Hamasi nuk e fitoi mbështetjen e perëndimit? Aty do dalë. Një proksi i Iranit atje. Aty do dalë. Për ata unë qëllimisht përmend këtë pjesën emocionale, edhe këtë pjesën racionale, edhe zyrtare, janë dy gjëra të ndryshme. Emocionalja nuk të zgjedh gjithmonë problemin. Shpesh të shkakton probleme edhe më të mëdha, sepse e mbulon racionalen edhe racionalja më nuk funksionon. Prandaj po them, duhet lihet pjesa emocionale, neve na vje keq për gjitha viktimat, por e përmend Hamasin. Merrem me mend sikur UÇK-ja të mos ishte përcaktuar për luftën në për Malje, në për Pyje, në për po të ishte orientuar me hap luftën në Prishtinë. Ndaj civilëve. Ndaj civilëve. Çka kish ndodhur? Kush I kish kursy këta civil? Në emën të UÇK-s ishin bërë vrasjet më të mëdha dhe më makabre. Ose ideja që unë si ushtar, si ushtarak, me qëllim që ta diskreditoj armikun, të futëm në mesin e popullatës dhe prej aty ta luftoj armikun. Me siguri që ndoshta do të ishte sensibilizuar. Nuk e kishte UÇK-ja, prandaj kishte mbështetjen e alatëve për pas. Dhe për ata e fitoi simpatin, sepse ishte shumë e qartë në qëndrimet e veta. Ishte e qartë edhe në raport me civil të serb, të cilët kur njëherë nuk I ka trajtuar as si rob. Mund ta marrë një shembull shumë të mirë në një fshat të Podujeva këtu në fshat serb, në atë kohë kur kanë shku këta ndërkombëtarët me vizitu, thotë çfarë problemi ke? Jo, thotë si të fillojnë luftimet mes UÇK-s dhe forca autoktona serbe, thotë na ikum largohen, shpesh thotë këta të UÇK-s vinë ju qesin lopëve tona, edhe ju qesin me hangër e me pi, thotë edhe neve s'na kanë us, na kanë thonë jo rrini shlirë. Pra kjo fiton simpatin. Nëse do të veproje e kundërta, na do të kishim krejt botën kundërt, sepse bota nuk I shet gjonat bardhëzi siç I shohim shpesh ne. Na shpesh herë e lidhe me atë pjesën jo musliman, jo I krishter. Kjo është gabim. Na pjesa dërmuese e popullatës të Kosovës ka qenë muslimane dhe para lufte. Ndodhi lufta UÇK-s, kush e bombardoi Serbinë e krishterë? E bombarduan shtetet e krishtera. Pra shtetet e krishtera e bombarduan një shtet të krishterë, edhe dolën kundër një fuqie të krishterë siç ishte Rusia, për me mbrojt një grosht musliman të Kosovës.
Kjo tregon që me një veprim të mirë, me një kauz drejt, të sinqert, mundesh me fitu simpati. Po sot këta musliman të Kosovës, si që po i thuti, se unë shqiptarët Kosovës, nuk do doja... është bile ngarkesu kur thuhet musliman. Po me qënë se në atë kohë kujtë si ka ronë men për t'i thonë veç rast musliman, asë s'ka është, veç jënë ndjekë vetëm se kanë një kapel mi kokë, atë të shqiptarit. Tani jem liri dhe mund të gravitojnë kontingente ndryshëm me mendësit e huthive të këtyne talibanëve në rrjetet sociale, po rezultati kujt janë këto? I shtetit duket që pushoj për 26 vite Kosova ka qenë vatër edhe e mullahve, e ajetullahve, e rrethon raportet e inteligjencës, zgecaj këto. E Shqipëria po ashtu, ka arrestuar spionazh të tyre atje, që kanë dashur të bëjnë digresion në realitetin shqiptar. Që ky realiteti sot kulturor nuk u kriju rastisht. Nuk është rastisht. Që japim për masa, këta duke që kanë fitu një betejë në raport me vlerat laiket një shteti. Po. Fatkesisht. Është e qartë që ky synim i këtyne kundërshtarëve tanë, pa marrë parasysh kush, janë mundu me shfrytëzu situatët që nga vitet e 90-ta, kur filloi në Bosnë atje me u prish situata, e panë që Jugoslavia po shkon ka shkatërrimi dhe secili ka parapri shumë më herët mundësisë për me kap diçka në këtë region. Dhe dihet shumë mirë që sado që NATO jo orientu shumë pozitivisht në raport me Bosnën dhe Hercegovinën. Atje u futën shumë grupe islamiste, shumë vehabist, të cilët dulen krah me qytetarët e Bosnës të përkatësisë muslimane dhe aty me njëherë ajo narrativa dhe qëndrimi perëndimor filloi me ndryshu. Por kjo nuk u la mangut as me Kosovën. Për fat mirë, Kosova në atë periudhë të paraluftës ishte organizuar me ato struktura që kishte të sajat bukur mirë, sepse ju kujtohet pajtimi i gjashtë në atë kohë kur bahej, u bë lëvizje nga rinia, lëvizje nga rinia universitare dhe nga profesorët, por aty kishte edhe priftëri, kishte edhe hoxhallar, po asnjëni nga as prifti as hoxha nuk i takonin këtyne degëve ekstreme që sot i shohim. Importuar atë filozofisë, po filozofi krejt shkollave vehabiste e tjera kanë. Por ishte një islam shumë modern, shumë racional. Njerëzit kanë dashur me besu. Apo kërcënohet, po të lutem të kalojmë po. Të kalojmë në periudhën e pas luftës, se kjo është ajo pika kthes kyçe për neve, shqetësuese që na ka ndodhur neve. Në kohën kur e kishte pushtetin UNMIK-u në dorë dhe kishim një mbikëqyrës ndërkombëtar këtu. Unë e kuptoj që ndërkombëtarët nuk i kanë kuptuar dhe mendsinë dhe mentalitetin tonë në përgjithësi. Dhe ajo që ka ndodhur këtu e kanë kuptuar si diçka që është realisht e jonja, po nuk ka qenë e jona. Me njëherë fillun këto organizata humanitare, fetare, me ardhë, me u angazhu, me i shkollu fëmijët, me ndihmu me kurse gjuhës angleze, gjuhës gjermane, me kurse tjera këso ose aso, pa pagesa, por me kusht që me shkuë të ta atje me mësu do fillimisht, gjë që ka qenë e qartë që ajo është vetëm hymje. Nuk ka të keqe me mësu njerëzit me u luta ato, por nuk ka qenë qëllimi kryesor ky. Ajo ka qenë vetëm hymje në atë lojën për ku kemi rrinë sot, që me u infiltrua këto grupet që janë ekstremiste, fundamentaliste, terroriste. Çdo element negativ e kanë mbrana vetës. Por si është sot Kosovën, Gecaj? Sa kanë kërcënuar për 26 vite këto grupe mjedisin kulturor, laik? Mjedisin kulturor e kanë... Sa është në kërcënim ky mjedis? E kanë kërcënuar jashtëzakonisht shumë. Nuk është vetëm ajo dukja e jashtme që ka njëherë diskutohet. Veprimet. Por veprimet janë, mendësia është problem. Mënyra e komunikimit është problem. A ka mendësi tashma liberale në gjykimin tuaj, a fillimisht në vitet e... Jo, nuk ka mendësi ma liberale. Tash duket sikur ka
një mendësi ma liberale, por nuk është, ajo po shkon Në sfond ka urrejtje në tu. Në sfond ka urrejtje, dita ditës po shkon të ju ngushtu kjo rreth. Nuk është e rastit që përmi 300 vetë na u regrutun me shku në luftat hujat atje. Nuk i ka regrutua ata universiteti ose na i kompani private, po u regrutun përmes xhamive. Ashtë e qartë. Tash, kur themi përmes xhamive, do të sqarohemi përmes elementve ekstrem dhe terrorist që imamëve të caktuar. Por për mua është shqetësuese edhe sjellja e Bashkisë Islame të Kosovës. Pse është? Sepse unë kur nuk kam pa një qëndrim serioz në raport me këto dukuri. Shtetit apo Bashkisë Islame? Se Bashkia edhe mund të flirtoj me ta. Po mirë shteti. Po shteti do ta, shteti ka aparatin shtetëror që duhet. Po unë fillova se fillum bisedën me hoxhallarët, dolëm te Bashkia Islame, do dalim edhe te shteti. Ky flirtim i kreut Bashkisë Islame me këto rryma ekstreme, për cilat deklaron që si kam nën kontroll, po unë nuk e besoj që është ashtu. Jo vetëm thjesht si besim, po ty u mbështet në disa fakte. Sepse besimin tëm duhet të mbështesë në fakte dhe ato që e them, në referenca. Në qoftë se ti ki një përgjegjësi dhe je kreu i një institucioni, qëndrimet tua duhet të jenë qarta, shumë qarta. Duhet të jesh shumë bashkëpunues me institucionet e shtetit për këtë çështje. Po jo ta bash të kundërtën. Na e dim shumë mirë, jemi shtet. Në sytë e kamera bashkëpunues, pas kamera? Po shpesh herë në sytë e kamerave nuk kanë qenë bashkëpunues. Po i përmend vetëm disa shembuj. Kemi rastin të zëm kur kreu i Bashkisë Islame dhe del dhe thotë mos më dal shpirti pa e pa sheriatin këtë vend. A nuk është në kundërshtim me kushtetutën e këtij vendi me njëherë kjo? Ose edhe hoxhallar tjerë thonë. Haptas e thonë. Nuk druan fare nga kjo që thu, nuk druan e thonë me zë. Nuk druan për luftet shajt, për nevojë që Kosova të ketë nesër pas nesër një transformim kulturor, ligjin e shenjtë të shariatit, që quhet Islam. Nuk druan fare, e thonë haptas. Ka prodhuar luftar me shumë se çdo vend tjetër për luftën në Siri. Donjani ka një herë mundohet me zbut, me thonë s'po e tham unë, po e that Kurani. Ka kërcënime të vazhdueshme në rrjetet sociale mbi motivacionin fetar. Kërcënimet janë të vazhdueshme. Janë në alarm sikur më përpara, sidomos të shqiptarëve të atyre që quhen shqiptar që jetojnë në Mërgat. Në veçanti ata janë jashtë kontrolli, sepse atje shteti jo nuk mundet me bë kur gjë, kurse liri dhe të drejtat e njeriut në perëndim nuk e kuptojnë këtë mendësi dhe mentalitet që po ndodh me të rinjt tonë atje, sepse më ka rasti me bisedu edhe me të hujt për këtë çështje, jo të hujt zakonshëm qytetar, po njerëz që janë në nivelet nolta shtetënore dhe ai vetë është i hutum ta zëm X deputeti. Thot, po çka me bona me këta musliman, se ai qunë gjithë musliman, nuk i donë me shqiptare, sirian e kësi, krejt i qunë musliman. Dhe çka me bo, thot, na duhet me respektu drejtat e njeriut. Po pse i respekton ai drejtat e njeriut dhe ja lejon me ndërtu edhe xhamin edhe ato? Për shkak se i përmbahet kushtetutës të vet, ligjeve të veta. Po ai se kupton që për dallim që prej komunitetet tjera fetare të cilat ligjerojnë thjesht atë pjesën fetare, këtu zhvillohen edhe kauzë politike, për randin liberale. Për ata shumë shpesh shumë kush e qunë islam politik, sepse nuk mundesh me e quajt islam shpirtnor në qoftë se ty don me ta ndryshue bazën edhe politike, edhe shtratin kulturor të gjitha, ma nuk është fetare. A mund të shpallim fitues vehabistët e ajetullahat në Kosovë që importuan këtë kulturë, po thëmë vrastare për lirinë e mendimit, për ambientin liberal, laik që ka Kosova aktualisht. A u dorëzuan elitat politike? Kem dëshmi që kanë flirtuar me ta në zgjedhje. Elitat akademike, intelektuale, gjithë heshtin. Në farforme shteti deri dikon është dorëzu para tyne. Edhe nga komunikimet që mbjen me pas me strukturat ndryshme edhe të sigurisë, edhe të politikës, edhe ata janë të rezervuar. Nuk është që e dojnë. Shumica nuk e donë këtë gjendje.
Mirë po, se cili e ka një farë frige, mos t'jemu na i pari që do të merre me këtë çështje. Flamurtarët që Dhe të presin dikush tjetër me kry punën për ta. Dhe kjo është shqetësim, sepse shteti nuk do doj me ranë këtë nivel. Kam pas rastin me pa edhe në polici, edhe në FSK, çka ndodh mrena. Me këta element? Me këta element, po. Sot institucionet e sigurisë kanë këta element? Po, kanë këta element. Edhe për shembull një kolonel policie thot, e kem problem me filluë, me bo diçka, sepse në zyre e kam këtu, e kam aty. Pse ndodh kjo? Ndodh mas pari sepse nuk mjafton ty vetëm ligji me të mbrojt, nëse nuk e ki edhe guximin tanë qytetar dhe intelektual, sepse ti e ki ligjin, por ti se ki guximin me u marrë me këtë çështje. Dhe aja tje varësit vetë nuk guxon me i thonë që nuk mund është ti me qëto çështje mu marrë. Kosova është rrezikuar nga elementet e llojit iranian të sigurisë. Po, ka shqetësime, ka probleme, por një gjë e kam kuptuar mirë, që pjesa më e madhe e popullit, edhe pse janë musliman nominal, shqiptar musliman nominal, nuk i mbështesin këto kauza. Por, pse e gjithë kjo shifet në sipërfaqe? Shifet si e keqe për shkak se është shumë agresive. Janë sjellje shumë agresive. Kush i trimnoi këtë grup shoqëror që të vënë në kërcënim brani liberal të Kosovës? Një strukturë politikanëve bashkë me Bashkinë Islame të Kosovës. Këto dy. Kemi pas si vjet, po përmend një rast, shembullin e manifestimit të ditëlindjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Shesh. Organizata Shqiptaria ka bërë kërkesën me 15 janar dikun për lejimin e shesheve, jo vetëm të Skënderbeut, po edhe tjerat, për shkak se manifestimi ka një karakter gjithkombëtar dhe shumë i madh dhe e ka marrë atë leje. Në ndërkohë, çka ka ndodhur? Kur Bashkia Islame e kupton që do të mahet një aktivitet i tillë, atëherë organizon një manifestim kulturor me Arabinë Saudite dhe e ngrisin një tend jashtëzakonisht madhe fiks në sheshin e Skënderbeut para statujës së Skënderbeut dhe e mbulojnë një pjesë aty ku janë marrë 2 vite më herët manifestime për ditëlindjen e Skënderbeut. Dhe natyrisht është e qartë që kjo është një kauzë qëllimshme. Por organizata Shqiptaria është treguar e vëmendshme dhe kujdesshme, nuk ka dashur me shkaktu incidente me askë, edhe i ka njek procedurat edhe ligjore, po edhe njerëzore, bashkë bisedim me autoritetet komunale. Dhe çka thonë në komunë? Ata thonë që nuk ka me të hoqë pa ardhë me intervenu që kjo tenë me ungrit bashkë aty. Thotë na ja u kemi dha mundësinë në platon të Pallati i Rinis, nuk ka ndasht. Ja u kemi dha mundësinë para Hotel Grandit, nuk ka ndasht, ka ndasht këtu. Që i bjetë se janë dërzu Prishtina, për parim Rama dërzu. Po dhe është dërzu. Në fund, thotë, një drejtar aty, thot mu kryetari përparim Rama më ka urdhnu, unë s'moj me ndryshu këtë vendim, për shkak se Naim Tërnava ka ardhur të përparimi dhe e ka kry këtë punë. Kush është më i fortë, Naim Tërnava apo kryeministri tash? Duket që është Naim Tërnava. Duket. Pse po duket? A ditë kur u hap ai bashkëpunim kulturor me Arabinë Saudite dhe Bikun, merr me mend ta shteti me një organizat, një shtet i Arabisë Saudite me një organizat tonë, jo me shtetin tonë, manifestim kulturor, merr pjesë kryeministri aty, në prerjen e fshiritit, nuk di çka e aty, bashkë me kryetarin e komunës. Të dytë kanë ra. Fitues është Naim Tërnava aty. Por, me qenë se ne e kishim, këta fillun manifestimin disa ditë më herët, ne e kishim me 6 ditën për Skënderbeut, na insistum që atë ditë ajo tenë të mbyllet për me ikë ndonjë incidenti eventual. Për shkak se është mos e madhe një tensione. Por provokimet janë qarta. Realiteti këtu dhe në Shqipëri, të dy vendet kanë alarmuar shtetet si janë
në sulm nga edhe kibernetik nga Irani, nga veprimet e tyre shtetërore, të mos flas për veprimet që kanë bërë mullat e vehabët këtu nga pas lufta këtej, duke u infiltruar në xhami, duke bërë predikime në emër të fesë, duke i nxitur njerëz drejt radikalizmit, rrjedhimisht duke i nxitur njerëz drejt një filozofie që të bën fundamentalist kundër rendit liberal, që e kishin jetuar epokën e robërisë dhe ishin shndruar vetë në kamikaz të kësaj robërie. Thash, këtu është e paqartë dallimi i Shqipërisë me Kosovën. Shqipëri duket me pak ambient fetar, duket që atje klerikët fetar nuk e kanë në kontroll fen si ndodhe në Kosovë. Është karakteristike për shqiptarët, po flasin Ballkan. Nëse shikojmë Maqedoninë, gjendja është shumë e keqe. Pastaj vjen Kosova, tek në fund Shqipëria. Shqipëria qëndron më mirë në këtë drejtim. Shteti është paksa më i konsoliduar edhe më i organizuar, po nuk është puna që vetëm shteti është i konsoliduar, po është edhe e kalumja historike e cila në një farforme ka ndikuar që atje fetë mos shikohen sikur këtu tek ne, ose edhe ma keq si në Maqedoni. Si gjetën rastin me investu, si u bën shqiptare deri gjetë të rëbrum prej që po bënin betejë historike nga Uzën për Derit, bën viktim e filozofive të mullave e të këtyre. Kjo është e papranueshme për një vend liberal. E papranueshme po gjëra që ndodhin. Ja pse ndodhin. Na për Kosovë folëm arsyen pse ka ndodhur te ka ndodhur. Kem pas një kohë, një periudhë kur s'kemi pas institucionet tona të fare, unë miku ka udhëheq, ata e kanë shfrytzuar mirë, kur janë forcuar ata, edhe u shpall pavarësia e Kosovës, ata veç kanë qenë të fortë, edhe i kanë kurzuar politikanë tonë edhe me vota. Edhe është shpresuar që hajtë se kjo është një fazë kalimtare dhe rregullohet, edhe kjo ka ndodhur, një mashtrim ka ndodhur. Në Maqedoni është më ndryshe. Ambienti është tjetër. Atje për agravus. Atje shërbimi... Sikur që është në lugin të Preshevës, i njëjti. Edhe në lugin. Hoxhallarët e dy vendeve shumë identike në shqiptarët brendim. Shumë identike janë lugina Kosova Lindore edhe Maqedonia. Pse janë identike? Prezenca e madhe e fesë ka zbejt identitetin kombëtar në këto dy vende. Po sigurisht. Po pse po e përmendni këto dy po i bëj krahasimin si të njëjta Kosova Lindore dhe Maqedonia. Për shkak se shërbimet serbe të sigurisë, ato inteligjente, ato janë shumë të interesuar me i pa shqiptarët në qatë nivel ku i kanë sjell. Si ka një audit nduket kam qenë në Maqedoni dhe kam pas rastin me kontaktu me shqiptarët atje të përkatësisë muslimane, shqiptarë musliman atje. Ka njerëz të mirë, ka patriot që e dojnë kombin e vet, po ata zguzojnë me qel gojnë pe pjesës tjetër. Pse? Krejt mullat këta që po i quhen hoxhallarët këta janë të lidhur direkt me shërbimin informativ maqedon edhe serb. Dikush me maqedon, dikush me serb, por i çojnë ato kauza anej ka don Serbia, sepse Maqedonisë i konvenon një gjë atil. Ashtu që shi ka konvenu Serbisë që në Sanxhak. Akademi serbe po i bie që s'ka pushuar fare. Kur njëherë s'ka pushuar. Vendos elementin fetar midis shqiptarëve dhe njëjta gjë po ndodh në Kosovën Lindore. Mirë po shembullin më i mirë ilustrues është Sanxhaku i Novi Pazarit, ku atje ju e dini mirë që një pjesë dërmuese e popullatës kanë qenë shqiptar të përkatësisë islame, por gradualisht u shëndrun vetëm në musliman, ma sot nuk e quajnë veten shqiptar, po sot e quajnë musliman të Bosnës. Thot na jemi bosnjak, musliman bosnjak. Dhe këto është bërë një punë shumë e madhe prej qeverisë serbe që kjo të ndodhë. Pse ndodhin këto gjona? Është tepër e rëndësishme për Armiqstanin, veçanti Serbinë. Nuk ka lidhje në cilën formë, veç hiqja ka një copë shqiptarëve, e qo tjetër kon. Letë quot ai musliman, se ai muslimanin s'ta do serbe kërkun botë, s'ta do as shqiptarin musliman, as bosnjakun musliman, as turkun musliman, as tjetërin,
Por qëllimi është që ai arrin qëllimin e vet, synimin e vet me këtë. Dhe vetë Vučić del me deklarat, thotë unë do të ndërtoj autostradën prej Novi Pazarit për Sarajevo, muslimanëve, se na I kemi vllazën këta. Pse nuk e ndërton për Prishtinë, po për Sarajevo? Me largu sa ma shumë anej. Njëjta gjë po ndodh në Maqedoni. Atje I kanë arrit hoxhallarët me bind shqiptarë që sa ma musliman të fortë që jemi na, si maskutit tyne, se ajo nuk ka të bëj me fen, ajo është politik, nuk ka të bëj me fen, filozofi politike pastaj. Na e rujna kombin ton ma mirë. Jo nuk pritet me kam. Në shikim para ajo ati qytetarit I duket atraktive se e don kombin e vet, pa I s'pi kupton që sa ma shumë po forcohet kënej, impianti feja, sa ma shumë që forcohet kënej, kombi po bjen. Pse po bjen? Pse mas pare, ku do që shkova dit, përshëndetjet ishin krejt arabisht. Maqedoni, krejt arabisht, lutjet arabisht. As një fjalë nuk e nishë shqip përveç kur rrishen bisedat zakonshme. Kështu, se s'mujnë me humë krejt. Tereni arabizuar, thu? Bukur shumë, por nuk është vetëm kë probleme. Se këto dikur edhe po flasim për një filozofi politike që po flasim për filozofi identitetin politike shqiptar. Dhe filozofi kombëtare shqiptare. Serbia s'ka luftu me shqiptarët e Kosovës pse janë musliman besoj fare. Jo. Nuk janë ato parsore për ta, por çka është esenciale tash te ligjeratat të zonë, te edukimit që mahet në xhamia, në shumicën e xhamia, nuk përjashtoj që ka dhe hoxhallar të ngritun. Natyrisht. Ka dhe tillë, dhe mirë. Duket që janë zona marginale edhe zona që tash nuk po njihen fare. Por ligjeratat të tipit çfarë mohen disa xhamia janë jashtë çdo konteksti akademik. Investim në cilën në urrejtje? Në urrejtje po se po. Në liberal? Edhe janë ligjeratat tejet përfide. Vetëm një fjalë ta thot mirë, por me thonë që kjo është e mira, që na sjell kjo. Po krejt ligjeratën në esencë në bërthon me ki kontra. Që prodhon urrejtje. Dhe armiqësi, me ranë liberal, po të kuptim radikal, po. Nuk mund është ti me thonë që në xhami ka mullat po krijojnë fundamentalistë të ri nuk po ndalen në Kosovë. Po, s'po ndalen. Nuk mundesh me thonë në xhami mësoj dikan qysh me dasht babën e nanën. Qysh me dasht kojshin, qysh. Pse? A deri aty kemi ardhur që një fëmijë I cili sapo lind din me dasht nanën e babën, tash I kalon 5-16 vjet, 17 vjet, 20 vjet, edhe duhet me shku e hoxha me mësu qysh me dasht babën e nanën. Nuk është funksioni I xhamis kë. I kemi shkollat, I kemi qerdhet, I kemi universitetet. Këta I kanë marrë tash detyrat e këtyne. Edhe këto duket që kanë humbur betejën raport. E kanë humb. I kanë marrë detyrat e universitetit, shkollave dhe qerdheve xhamiat. Hoxha nuk është I kualifikuar me eduku fëmijë të vegjël që edukohen parashkollor ose në qerdhe. Ose në përëndim thotë kemi hap, thotë sektorin e gjuhës shqipe. Duket që shoqëria ka mbritur në një fazë ku vullnetshëm po I nënshtrohet kësaj kërkese të po se ka vetëm një palë që punon me disa imamve vullnetshëm po I nënshtrohet në këtë nivel kulturor kur vullnetshëm po I çdor nga vullnetshëm për shkak se liberal me cilin ka vetëm një palë që punon me ta. Nuk ka palë tjetër. Edhe ky mbështetet këtyne. Çfarë kërkesa do të kishe për politikën sot nesër në pritet formimi institucione, po them që nuk ka më asnjë lloj shpjegimi, nuk është asgjë as pardje, pse nuk janë bërë që 4 gati 5 muaj po bën, edhe pak. Po nuk ka nxitje as nga njëra palë as nga tjetra që tulen në një tavolinë për të bërë një kompromis. Këtë që kompromisi nuk po e kërkon sidomos partia e parë që fitoi të zgjedhjet. Dhe për sa kohë diskutojmë që në sigurisë luftën Iran-Izrael, kërcënimet që realisht I kanë raportuar vetë shtetet Kosova dhe Serbia nga element të Iranit.
me luftë kibernetike, me luftë të lloj tjetër, me investime që bën përmes Rusisë kështu për të kriju mungesë shpresë se këto shtete funksionojnë në shtratin liberal, po duhet të funksionojnë sipas mullavëve të tyre. Sa po humbim kohë, Gesa, ç'është është kërkesa urgjente e Kosovës që të bëjnë në këtë drejtim? Për fat keq, kërkesa urgjente në rast parë të vedisohen politikanë që janë në gjendje të keqe, edhe që kanë sjell shtetin buzë kolapsit. Këto duhet ta kuptojnë mas pari. Prej aty fillon pastaj zgjidhja. Derisa nuk e kuptojnë këtë gjë, të tjerat janë të kota. Po shihet me mujtë tonë, mos me mujtë me u konstituu një kuvend, mos me mujtë me pas një marrëveshje. Kjo është ma keq se jo serioze. Kjo është në fakt për mu veprim armiqësor, sepse i ke bloku të gjitha institucionet e vendit për vendimet e rëndësishme me dashje. Dhe pse me dashje? Thjesht për shkak se si politikan unë kam synimin tem personal dhe tash po shifet që është personal, nuk ka të baj kjo ma me as me partin bile. Partin pushtet dihet, kontrollon një njeri. Është shumë e qartë kjo. Nuk mundet kërkush me bë kur gjë në vetëvendosje, po nuk tha Albin Kurti të bëhet kështu ose ashtu. Gjë që dihet është e qartë. Dhe kur kemi një situatë tillë, është situatë bukur shumë me pa shpresë, por me dashje Kurti po mba peng institucionet që të mos formohen. Po me dashje mban peng. Për shkak se shpresa e tij ka qenë që në këto zgjedhje do të ketë një rezultat siç e reklamonte shumë më të fuqishëm, ajo nuk doli kështu, tash i duhet një kohë. Eventualisht se mos po gjen në i farë forme, në i farë mënyre që prap të ringritet dhe ta marrë prap fuqishëm çdo gjë në dorë. Qytetarit i ndeshkoj këta njerëz objektivisht? Kjo në fakt është roli primar i qytetarit. Sepse ne kemi një mentalitet çuditshëm na shqiptarët në përgjithësi, jo vetëm në Kosovë. Na mendojmë që nëse dikujt ja kemi qitë votën, na duhet me shërbyer atij. Nuk duhet. Ai duhet me na shërbyer neve. Na i kemi dhënë votën atij, ai me punu për ne. Jo na me punu për të. Po këtu po ndodhet e kundërta. Jo vetëm me zotin Kurti dhe me të tjerët. Edhe me tjerët, me të gjithë. Sepse kjo ideje, kjo bindje ka qenë që nga mbarimi i luftës edhe është edhe e trashëguar pak a shumë edhe prej sisteme ku atë lideri Sa po lulëzojnë këto elemente që po them nuk janë të reja për institucionet e sigurisë, për mbikëqyrjen që kanë këto institucionet të terrenit, e ku shpesh dërgojnë raporte në institucionet politike alarmante për prezencë në rritje të radikalizmit të ekstremizmit mbi baza fetare, islame, edhe ku nuk merr veprime askush. Unë e shoh zgjidhen tek dy komponente, të cilat duhet në farforme edhe në mënyrë të pavarur të veprojnë. Njëna është rezistenca e vetë qytetarëve të cilët nuk pajtohen me këto gjëra dhe qartësimi në raport me islamin politik, radikal, terrorist dhe krejt që ka mrena në këtë kuptim negativ, po edhe trysnia ndërkombëtare e cila po ashtu i preken interesat e saj edhe në Kosovë në këtë drejtim. Për shkak se imagjinoja tash një Evropë e cila ka disa vlerat sajat dhe tash del një Kosovë, një Bosnë, një Maqedoni e cila ka vlera krejt të kundërta. Dhe unë e shoh faktikisht që kjo gradualisht po vjen dhe po zgjohet. Rënë liberal po gëlltitet. Nga mullahët. Po gëlltitet, por kur njëherë një e keqe nuk ka mujt me gëlltit përfundimisht një të mirë. Ajo e ka rrit maksimumin, e ka bërë dhe domin maksimal, shpesherë, po në fund ka humbë, sepse pikrisht në momentin kur fillojnë ato vështërsit më të mëdha, problemet më të mëdha, fillon me funksionu vetdia tek qytetari dhe fillon me pa që nuk po baj ka kështu, po dash ka ndryshe. Po ora lëviz,
Shiqo, neve në histori ora na ka lëviz shumë, na ka ikë shumë. Mund kujtohet shumë mirë para lufte, kur ishin prag të fillimit luftës me këto grupet ilegale, kemi pas raste me bisedu edhe me intelektuale, me krejt, ata ta vajshin perde para syve prej frigës që nuk kemi zgjidhje, s'mujna me e ba. Jo vetëm intelektual, po edhe tjerë, edhe të thëjsh, na jenë men ti, ku mund është ti me e ba këtë punë, s'mund është me e ba. Edhe para pak dite në raport me këtë situatë, kem pas një debat me disa dhe thot, asjetu i pa që ka pëndodhë, s'mujna, na kanë mujtë. Jo, s'është e sakt. Po, na kanë mujtë kush? Mullahte, këto rrymat ekstreme, terroriste, qëto. Deri aty ka rrit mendësia e njerëzve, sa me thonë, mos o merë me këtë punë se apishe që nuk mujna me bo kurgjë. Po nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet sepse unë pisha dhe palën tjetër tash. Tash e shoh ditë për ditë ka shumë e ma shumë qytetarë që shprehen shumë haptas, shumë lirshëm. Dikush e gjon një rrugë më të mirë, dikush e gjon një rrugë nashta më të papërshtatshme, dikush e gjon edhe të gabueshme, po veç don me kundërshtu palën tjetër. Gjë që s'është mirë, fragmentarizimi po ndodh. Po ndodh fragmentarizim. Ajo që e ka dëshiruar objektivisht gjithë Serbia e Amnistia. Është vullneti më i madh i tyre, dëshira më e madhe e tyre me pa diçka. Përmes elementet të mullave, ajetullave, vehabistëve, me bo Kosovën sot vend të kërcënuar nga vlerat liberale, kjo është shok për është shok për shoqërinë tonë, përgjithësi për kombin, për ata që i din proceset me okupimin e Serbisë, deri sot, po, është shumë e saktë, por unë po them, për kundër këtij copëzimi që po ndodh, prap po lindin ato copëza tjera, shkëndijat që sjellin optimizëm edhe që kanë me dalë në sipërfaqe, kanë me shumë i bindur. I bindur do të përballen. Nëse shteti jo do të përballet dikush tjetër. Jo vetëm i bindur, po i sigurt. Jo, pastaj ka me vepru edhe shteti. Pse ka me vepru shteti? Shteti, unë e thash edhe më herët, nuk është që të gjithë politikanët e donë këtë gjendje, kështu. Po nuk guxojnë marrë veprime. Po s'guxojnë me marrë veprime, po kur e din që ka një grup të fuqishëm qytetar prapa vetes, edhe i mbështet në këto kauza, kur e din që e kanë edhe një mbështetje të sinqert ndërkombëtare, miqësore, prej atyne që na kanë ndihmuar vazhdimisht deri tash. Për të kësaj për ta ruajtur identitetin shqiptar, është më ardhur në temën si të ruhet identiteti shqiptar. Jo ai fetar se fare nuk është më rëndësi ky fetar, fare s'ka qenë më rëndësi kur për shqiptar. S'ka qenë më rëndësi. Për mulet i besojnë perdeve, gotave, shkado, asnjëherë. Në anë situatën për të folë me shqetësim si të ruhet identiteti shqiptar, trashëgimia shqiptare. Deri aty kemi ardhur, për fat keq një pjesë të madhe të fajt kanë intelektualët tanë që zguxojnë me ngrit zonën. Do të pushojnë, gjon, nuk e di ka sa orë bojnë. Marrin paga të mira, shkojnë i marrin disa orë ligjërata aty. Studenti i thot profesor që tash ka më shku me falë gjëmon, ky i thot urna shka, falë gjëmon. Nuk e kupton që ky student është fëmia i tij, është pjesë e kombit tonë. Aspekti pedagogik është kthyer në nënshtrem ndaj filozofisë islamit. Nuk shoh më aspekte pedagogjike fare. Pse nuk shoh? Sepse ti t'ja transmetosh dijen tonë dikujt nuk është domosdo pedagogji. Ti veç po i tregon dikujt diçka, tjerat po ja lën dorë atina, me bo çka don ai vet. Ktu s'ka pedagogji. Prandaj po them, intelektualët ton kanë dështu. Ka dështu edhe Akademia e Shkencave, e cila ka rënë gjumë, nuk deklarohet për asnjë gjë, as politike, as fetare, as sociale, as ekonomike, si ke askun. I ki një grup qytetarëve aktiv, që mundohen... Dhe në kombit ndjelim basenatim të madh që e kam pas shpesh në studi televizive dhe nuk ka hezituar fare të ballafaqohet me këto grup shoqëror, me këto individ që ka kërcënuar vlerat e mendimit liberal, ka kërcënuar vlerat e identitetit të shqiptar. Këtë duket që nuk e gjejmë këtë lloj personaliteti. Tash për tash nuk kemi personalitet tillë fatkeqësisht.
dhe gjithmonë kur ka diskutime, edhe ata që flasin nuk janë gjendje me sqarue që në fakt nuk është puna që dikush dikujt i ndalon diçka, por është puna që ti tregohet secilit vendi aty ku e ka. Nëse unë jam ushtarak, e kam venin kazerm, nuk e kam xhami venin. Në xhami në kohë të lirë shkoj lutna nëse jam, ose në kish, ku do qoftë. Është e drejtë private, ajo në rregull është. Mirë po, jo në çdo hap, çdo moment, sikur që e patëm atë fenomenin mas lufte, ku i shifshe me qindra metra taulinat në shesh, iftarin me disreshën një ambient. Nuk e bëjnë, por e kanë me motivacion, e kanë model. Prandaj po tham, nuk ka të bëj ajo me shpirtënorën, ka të bëj me politikën. Ata që përpiqen ta interpretojnë si nevojë e konsumit për besim, le shkojnë te ajetullahët e Homeinit atje le ta justifikojnë, por e dim sakt historikun e atyre pamjeve, se çka prodhojnë më vonë. Po shpresoj që gradualisht jenë nxjerrë mësime edhe prej atyre gjonave të këqija dhe të mrapshta që na kanë ndodhur, sepse unë po tisha në një praktikues i cilës do fe, dhe ti shifja këto dukuri negative në kuadër të festime, unë do të reagoja vetë, se nuk kisha leju fente me e njollos dikush me element atje krejt që nuk i përkasin shpirtënorës. Por për fat keq tash pjesa dërmuese e popullatës nuk e kupton këtë. Edhe sapo ti i thu diçka në lidhje me këtë, thotë ti je kundër kësaj, se nuk e kupton dreshninë e atina që i luan këto lojna krejt, për çfarë qëllimesh i luan ato lojna dhe me kjo është e intelektuale gjithatë debate që bëhen. Kjo është detyra intelektuale. Të falenderoj për kohën e zgjatë më shumë, më nxite nga diskutimi edhe për luftën atje që nuk vazhdua ta insistojnë që nuk është fare të bëjmë me feja, nuk ka të bëjmë me kauzën pje për një Iran liberal, a kundër rendit liberal, me Iran dhe Izrael, dhe për ballin e sotme që bota e ka me këtë luftë, rreziqet që i ka Kosova, Shqipëria, habitatin shqiptar na janë nga që i pati në të kaluarën që i ka ende aktualisht, dhe si duhet të përballemi tutje. Të falenderoj Gecaj shumë për kohën. Faleminderit juve. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.